Përdorimi i VPN për të aksesuar aplikacionin tashmë të mbyllur në Shqipëri TikTok, sipas kryeministrit Edi Rama rrezikon vjedhjen e të dhërave personale. Siç do të njëjte, teksa i përgjigjet komentuesve në rubrikën Symsy, u shpreh se përdorimi i rrjeteve të jashtme është e barabartë me dhënien e të gjitha fjalkalimeve që një përdorues ka në telefonat e tij. Se kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dënave. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore. Kreu i qeverisë vijoi dhe ironit me opozitën, të cilët më herët e kanë akuzuar se ka kopjuar programin e tyre. Shpjegoi se mandati i 4 është i detajuar në çdo fushë. Po vendoset të bazuar tek llogaritë, sepse nuk është diçka që jep sot dhe heq nesër. Po edhe një herë duhet ta japësh gjithmonë, dhe duhet bësh projekcion të qartë që do t'i kesh ato para gjithmonë. Kandidatët në listat e koalicionit të së djathtë, i cilësoi si këneta e vërtet. Mjafton të shikoni listat e mbyllura. Ato listat e mbyllura janë kënet. Aty është këneta. Në listat e mbyllura të atij koalicionit madhështor të Kujtim Gjuzit. Madje thirrje kishte edhe për simpatizantët e demokratëve. Fokusohu këtu, mos u merr fare të pëlqen, s'të pëlqen Rama, të pëlqen, s'pëlqen PS-ja. Kreu i qeverisë cilësoi sërish si merit të Partisë Socialiste formimin e drejtësisë së re, për të cilën u shpreh se fenomeni i korrupsionit po luftohet sikur më parë.